Përshëndetje të gjithëve. Me Karin e Rapës do t'ja kushtojmë një marrëdhënie shumë të preshë, shumë delikate sociale. Bëhet fjalë për raportin punëtor, punëmarrës, punëdhënës, punëmarrës, pronar dhe punëtor. Duket se është një marrëdhënie që gjithmonë ka një acarim, edhe në dukje nëse shkojnë mirë pronari me punëtorin, pas krave kanë pëshpëshet e tyre që shprehin pa kënaqësi në mënyrë të ndërsjellët. Si du të funksionojë ky raport? Kush du t'jenë rregullat, kush du t'jenë kushtëzimet, ka brenda saj kokëlavitje të natyrës psikologjike, të natyrës së formimit, të natyrës së edukatës, të natyrave të ndryshme, të cilat sigurisht në fund të fundit përfaqësojnë edhe personalitetin e gjithë secilit, mënyrën se si ai e ka ndërtuar veten në raport me punën, në raport me njeriun, në raport me shoqërinë. Për ta shtjelluar këtë temë, unë kam të ftuar dy njerëz të cilët i kam për herë të parë në studio, janë njerëz të nderuar, janë biznesmen të nderuar, pra janë punëdhënës që ndoshta dikur kanë qenë edhe punëmarrës. Edhe njëkohësisht njëri prej tyre është dhe një hoxh i njohur i hapësirave shqiptare, që duhet ishte faktikisht më shumë i njohur. Remzi Saku vjen nga Shkupi, njëkohësisht biznesmen. Faleminderit që erdhe Remzi dhe që gjete mundësinë të jesh i pranishëm në studio, dhe Burim Piraj është presidenti i Meka Group, kompanisë Meka, të prodhimeve të produkteve të mishit. Është kënaqësi, Burim, që të kam në studion time për të folur mbi këtë temë. Faleminderit për ftesën. Sa punëtor keni? Për momentin kompania joni ka afërsisht 60 punëtor, të cilët punojnë me mishin. Për ndryshe kompania ka qenë më gjerë, ka pas më shumë punëtor. Mirë, për në vitin 2014 e kemi ndarë kompani në 3 kompani, dhe kompani ato 2 tjerat që janë të vëllezërve të mi, i kanë edhe afërsisht 70 punëtor. I kanë dhe ato. Po. Kurse me përpunimin e mishit që merremi në kompaninë tani që më është e imja, janë 60 punëtor. 60 punëtor, 60 mendje, 60 shpirtra aty. Ju keni qenë punëtor për vete? Besoj që po. Po, kam qenë punëtor. Ke qenë? Kam qenë punëtor. Si ke pas marrëdhëniet me atë? Të jem shumë i sinqert. Kur kam qenë punëtor, nuk e kam konsideruar veten time si punëtor. Edhe asë njëherë kur e kam bërë punën time, nuk e kam menduar se po bëj për dikën tjetër. Mirë, pa atë punë që e kam bërë ashtu që nuk e bëj asë për veten time. Dhe e kam bërë shumë në mënyrë të përpikt, shumë në mënyrë të sinqert, dhe jam munduar që ta jap maksimumin tim. Nuk e kam menduar asë njerë lodhjen, ose demoralizimin, ose asë një gjë tjetër, kom dash që në mënyrë shumë të ndershme të punoj. Si është lexuar kjo nga pronari? Është lexuar drejt? Është lexuar shumë drejt. Je i kënaqur që ai më kuptoi, e mori mesazhin? Edhe pse kur kam qenë punëtor për 2 vite nuk kam marrë pagë fare. Pronari ka qenë jashtëzakonisht i kënaqur. Po nuk më ka paguar, ashtu kanë qenë rrethanat. Interesant. Po, për 2 vite, edhe të them të drejtën, për 2 vite mjafton shkolla të cilën e ka marrë prej tyre. Pra, ti ke gjetur një zgjidhje shumë interesante. U vërtet nuk po i marr lekët, atë për cilën unë kam ardhur, sepse po ama po marr një shkollë, po marr një përvojë të caktuar, e cila shërben të ka shërbuar si kapital pastaj për ta investuar në të ardhmen, derisa jetë deri në pikën që ti nga punëtor u bërë pronar. E ke paragjykuar për ndonjë gjë pastaj që kur ke ardhur në pozitën e pronarit, pas ke thënë, shiko, s'pas kam menduar mirë. Jo, nuk më ka ndodhur ashtu. Nuk ka ndodhur. Nuk kam pas ashtu aso kundërthënie, sepse kontributi im në kompaninë, cilën kam qenë i punësuar, ka qenë maksimal, dhe nuk kam pas asnjë kundërthënie që kur jam shndruar në pronar, të kem thënë se unë filan punën nuk e kam bërë mirë. Ata ka qenë shumë interesant se ndoshta edhe prej tyre kam qenë i mësuar keq, po se kam marrë të keqen, vetëm e kam marrë të mirën, domethënë prej ta. Prej tyre. Kush është ai parim, ajo aksiom, ajo tezë që ty të udhëheq bazë, që ty të udhëheq në punën tënde? Po, unë mendoj se... Pika me ndjeshme janë rrogat, kudo ka... Unë mendoj se thelbësore për çdo biznismen është të jetë i sinqert. Sinqeriteti është i pari.
mandej vind të gjithat e tjerat. Pas sinceritetit është lehtë. Njeriu kur është i sinqert e vendos veten e vet në pozitën e tjetrit dhe në moment që ti e vendos veten tënde në pozitën e tjetër kuj, gjërat thjeshtësohen dhe është shumë më lehtë të marrët vendimi. Shumë interesante. Mirë, do të kalojmë me ju Remzi. Atëherë ju njëkohësisht jeni sprovuar, po themi kështu, sepse jeni edhe hoxh, pra jeni njëri që kumtoni moralin fetar, që u mësoni njerëzve të gjitha ato çfarë përmban feja, besimi, etikën, rregullat, prerogativat, parimet, dhe më pas vjeni dhe në pozitën e një biznesmeni ku të gjitha këto vjen në provë. Si e keni këtë lloj dualiteti, si e keni rrugulluar dhe a ju merr energji të menduari dhe shqetësim kjo gjë për t'i pasur të përputhura? Unë që po t'i them këto, jam i tillë edhe vetën, se ky është gjithë problemi. Si e keni ndërtuar biznesin, të marrëdhëniet me njerëzit, keni një punëtor? Fillimisht, do të thotë falëndrimi takon Allahut, i cili na ka privilegjuar me qenë fillimisht të mësojmë fenë e Zotit, e pastaj të mësojmë drejtsinë dhe parimet e jetës tonë. Padyshim se tregtia është një dhunti. Jo çdo herë tregtia është shkollë. Unë si fëmijë do të thotë kam dashur tregtinë, pastaj në shkollën e mesme dhe në fakultet dhe pastaj kam vazhduar me tregti. Baza kryesore e ndërtimit të biznesit është drejtësia. Aty ku ka drejtësi, do të thotë vazhdimisht ka sukses dhe ka bereqet. Nuk është turp t'jesh punëtor, por nuk është edhe shumë privilegj të t'jesh punëdhënës. Puna është punë, ndesh ti që jep dikujt punë, ndesh ai që e bën punë, ne jemi në shërbim të asaj që na porosit Zoti, që njeriu duhet të jetë i dobishëm për shoqërinë. Mos të jetë njeri neglizhent që nuk punon. Do të kisha dashur të përmendi para se me tregu raportin tonë, se si e kemi ndërtuar, ne kemi marrë yrnekin më të mirë të profetit tanë. Për shembull, sepse edhe ai ka qenë biznesmen njëkohësisht. Musai alayhis salam ka shërbyer te Shuaibi alayhis salam me marrëveshje dhe ka qenë shërbëtori i tij 8 vite që Allahu subhanahu wa taala e përmend në Kur'anin famëlar. Por në vazhdim pra një profet ka qenë shërbëtor? Një profet ka qenë shërbëtor i Shuaibit alayhis salam. Zakaria alayhis salam ka qenë zdrugtar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë tregtar. Ka pas biznesmen, edhe tjerë. Në thotë, më rëndësi është me qenë tregtar i sinqert, edhe më rëndësi është me qenë punëtor shumë besnik, me përkushtim ta krysh obligimin tanë. Mirë po, nuk mund ta krysh punën me sinqeritet dhe me besnikëri pa e njoftë ligjin e krijuesit tanë, se cili është roli jot dhe funksioni jot në jetën tënde. Allahu ka kriju, dikujt i ka dhënë ndonjë dhunti që nuk ja ka dhënë të tjerit. Ati ja ka dhënë çat punë ta bën një zanat, një punë që e bën, ati tjetër ja ka dhënë që ai të menaxhon 60 punëtor, apo 100 punëtor, apo 120 punëtor, ashtu me radhë. Është me rëndësi pronari me kry punën me modesti, jo me kryelartësi, me qenë raporti, do të thotë, i pronarit, apo i shefit, apo i pëndhënësit, me qenë modest, me qenë, do të thotë, në afërsi me punëtorin. Ndërsa punëtori e ka obligim që atë punë që e bën, ta bën punën mirë që e don, ta bën punën mirë që e njeh, edhe ta bën me përkushtim dhe me emanet. Pse? Se aty kur nuk ka modesti ndaj shefit, ndaj punëdhënësit dhe punëtori nuk është besnik ndaj shefit, atëherë aty nuk ka bereqet. Prandaj parimi dhe linku në mes punëtorit dhe shefit është drejtësia. Dhe jo rastisht Allahu në Kur'anin famlar thot: "Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Allahu urdhëron në drejtësi, pastaj në bamirësi. Se ndonjëherë mund t'i bësh dikujt na mirë ai çka nuk e meriton atë. Prandaj kodi drejtësia para bamirësisë. Drejtësia është para bamirësisë. Edhe kjo është urdhën hynor. Dhe kriza më e madhe në botë është kriza e drejtësisë, ose do të thotë e padrejtësisë. Prandaj Islami i nxit edhe tregtarin, edhe punëtorin, edhe teologun, edhe tjetrin, gjithë krijesat, njerëz që janë që Allahu i ka kriju, kërkohet nga ne që të jemi të drejtë. Wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin. Edhe bëhuni të sinqert, bëhuni të drejtë, se Allahu i don të drejtit. Me fjalë tjera, ne jemi mundu me bën një shablon personalisht nga eksperienca jonë, me marrë kriter porosit e Zotit dhe porosit e profetit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që të ndërtojmë mbi të gjithash që mos jetë lidhja e ime me punëtorin vetëm se numrat.
Dhe gabimi më i madh është që ndonjëherë lidhja në mes shefit ose punëdhënësit dhe punëtorit janë vetëm cilët janë do të thotë numrat. Ndonjëherë lidhja nuk duhet të jetë horizontale, duhet të jetë edhe vertikale. Do të thotë që ti ta trajtojsh ata si vëlla tandin. Mos ti thuash ti atina rob, mos ta nënçmosh punëtorin, të ndjehet ai pjesë me ndikim në firmën tënde. Do të jetë pak i privilegjuar. Kështu na porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili ka thonë, mos i thoni robërve tuaj robi jam, robnesha ime, po thuaj vllau im, e ashtu me radhë. Prandaj shumë është më rëndësishme të qenë kodi i çdo suksesit, ndesh punëtor, ndesh shef, është drejtësia. Ka pas shumë punëtor që janë bërë shefa, edhe ka shumë shefa që kanë zbrit punëtor. Rezultati i kësaj është padrejtësia ndaj tyre. Padrejtësia. Burim, para disa vitesh, rrethanat e profesionit tim si gazetar më çuan në një kompani të njohur mishi në Tiranë. Më bëri përshtypje fakti që unë presidentin e kompanisë, që është një njeri që njerë ka dalë në televizor para disa muesh për diskutuar për politika fiskale, pra është njeri jo publik, edhe që qëndroni i tërhequr nga sfera publike, ishte midis punëtorëve, i veshur me gryksen e bardhë dhe po punonte në makineri. U bëra se BPU-n që ai mbas shumë ditësh u fut në zyrën e tij, sepse nuk ishte futur në zyrë. Dhe më tha diçka, nëse unë, ndoshta numri punëtorëve ishte po aq sa keni dhe ju, më i madh apo më i vogël. Nëse unë tha, me fjalë, do konstatoj që dikush nga varësit e mi, me fjalë, ka një pakënaqësi, unë patjetër do bëj çdo mundur që t'ia shuaj këtë pakënaqësi, sepse nuk mund ta jetoj dot ditën time, punën time, marrëdhënien time, ku mund të luhatet ndonjë pakënaqësi midis tëm. E keni ju këtë predispozit në punën tuaj, pra e keni këtë shqetësim të brendshëm nëse ndonjë nga varësit, ndonjë nga punëtorët ka ndonjë ankesë, që mund të jetë edhe drejtë edhe pa drejtë, sepse nuk është kusht. Kur unë përmendja mendje të ndryshme, mund të kemi edhe njerëz me pretendime të padrejta. Po. Kjo është një prej brengave të vazhdueshme që çdo menaxhere ka si breng, edhe nuk është vetëm brenga e raporteve ndër njerëzore të cilat janë brenda për brenda firmës, po edhe jashtë saj. Shpeshherë për mua është breng edhe kur një punëtor ka probleme në shtëpinë e vet. Edhe atje ballafaqohet me probleme të ndryshme dhe nuk e kam anashkaluar që të merrem edhe me ato probleme. Shumë shpesh e marr, punëtorët e dinë. Po që është thelbësorja, unë mendoj se pronari edhe punëtorët do ta kuptojnë në thelb se kompania nuk është një institucion që përfiton pronari. Edhe punëtorëve të mia o kam bërë me dije shumë herë se kompania është institucioni në të cilin e fitojnë bukën, i krijojnë të ardhurat pronari edhe punëtorët. Edhe nuk është kompania pronë e pronarit, por kompania është pronë e atyre të cilët e fitojnë bukën e tyre në atë vend. Dhe në moment që një punëtor nuk është pjesë e kompanisë, atëherë nuk është ajo kompania pronë edhe atij punëtorit. Për arsye se edhe unë nëse vendos Allahu xhaleshanu të ma merr shpirtin, kompania do të funksionojë. Edhe ata të cilët do të punojnë në atë kompani, kompania do të jetë e tyre. Nuk është kompania imja. Po unë së bashku me punëtorët e shfrytëzojmë kompaninë për të krijuar të mirat materiale, për të pas një jetë më të mirë, për të siguruar jetën tonë. Dhe në moment që punëtorët vinë në kompani edhe e kuptojnë se ajo ja mundson krijimin e të ardhurave, e të mirave materiale për të jetuar një jetë më të mirë, e ka qasje ndryshe. Dhe e kupton se për kompaninë duhet të punohet, duhet të përkujdeset jo vetëm pronari, po duhet përkujdeset çdo punëtor, çdo pjesë e kompanisë. Ka punëtor me të cilët më të vërtet jem shumë i kënaqur. Janë shumë të përkushtuar. Asnjëherë nga punëtorët nuk kam kërkuar që të harxojnë energji të tepruar, pasi se do të punojmë tërë jetën aty. Domethënë, nuk duhet të harxohet energjia, po të jenë të përkushtuar që gjërat të shkojnë ashtu si duhet, të shkojnë në mënyrë më të mirë që edhe unë, edhe ata të kemi një të ardhme më të mirë, më të sigurt nga profiti që e krijojmë në kompani. Kemi pas sukses, duke falendëruar të madhin Zot, që të krijojmë të ardhura shumë mira dhe kemi pas shtim të përhershëm. Kjo falë angazhimit të gjithëve që janë në kompani,
Nuk mund të them se është falë angazhimit tim. Ndoshta keq menaxhimi im mund të jetë fatal, pasi vendimet e marra nga unë mund të jenë fatale. Mirë, po kemi një afërsi me punëtorët, edhe vendimet kur i marr, vendimet të rëndësishme që janë, i marr në bashkëpunim me punëtorët, se shpesh herë ata gjërat i shohin më mirë se unë. Unë i shoh më keq se ata. Dhe sa herë që nuk jam konsultuar, kam bërë gabime të mëdha. Pra, në një plan moral, ju funksiononi, i keni bërë punëtorët aksioner vartësi tuaj, në plan moral. Në plan financiar jo, por në planin moral, në problem e ju i keni shëndruar në aksioner, pra që gjithse kush të ndjej atë si pronën e vetë. Shumë interesante. Çfarë do kërkoje Remzi nga një vartës kur ta marrësh në punë? T'ja kuptoj momentin e parë punëtorit se punën ose detyrën që ja kam dhënë t'jetë emanet edhe ta llogarit si punë të vetën, jo si punë të huaja. E para. E dyta, t'jetë një marrëveshje që mund ta kryjnë detyrën apo punën me mundësinë dhe kvalitetin që e ka, dhunti që Zoti e ka krijuar me atë. Do të thotë mos ta ngarkosh punëtorin me një punë që nuk ka mundësi të ta mbaron atë punë. E treta, mi ngrit vetdijen e tij se çdo furnizim që furnizohet ai nga pronari, të jetë furnizim halal, se ndonjëherë sinqeriteti dhe besnikëria dhe dinjiteti i tij në punë, Allahu i shton bereqet kompanisë, por edhe ai ngritet pastaj në pozitë më të lartë. Prandaj, rezultati nuk është për një moment që arrihet. Rezultati arrihet me kohë, duke kryer punën me ndershmëri, me dinjitet, pa humbur kohën. Shpeshherë ne thojmë pse shqiptarët migrojnë, shkojnë nëpër Evropë, nëpër Gjermani, se atje ka rregulla dhe ka disiplinë, ka sistem. Prandaj, punëdhënësi dhe punëtori duhet të lidhin akt të shkruar në pikat kryesore, se jo çdo herë mund të shkruhen pikat e marrëveshjes së bashkëpunimit punëdhënës dhe punëtor, dhe të respektohet marrëveshja reciproke mes punëdhënësit dhe punëtorit. Prandaj, prej punëtorit mbi të gjithash kisha dashur që ai ta ngrit vetdijen e lartë që atë punë ta llogarit si emanet. Nëse aty e llogarit si emanet, pastaj kjo është kodi i suksesit. Pastaj kodi i suksesit. Ai ka mundësi me pas dobësi, ka mundësi me mungu në orar të caktuar, edhe pse në Gjermani është orari 8 orë apo 10 orë, 10 orë bëhet punë efektive. Te ne është orari 8 orë, ndoshta 2 orë punon, 6 orë pushon. E prandaj edhe ankomi për rrogat vogla. Edhe ankomi për rrogat vogla. Prandaj bereqeti nuk është fitimi nuk është vetëm në numra, po është në bereqet, në sasi. Prandaj të parët e tanë nuk kanë thonë Zoti ta shtoft pasurinë, Zoti ta shtoft bereqetin. Dhe pak më herët e përmenda se shumë tregtar, punëtor të thjesht, Allahu i ka ngrit dhe i ka bën shumë të bereqetshëm dhe shumë të suksesshëm. Unë do të përmeni vetëm një prej rasteve në vendin tonë. Një vëlla i joni, një punëtor i thjesht, i cili është rrit jetim, i cili ka qenë shumë i varfër, ka punu të 4 pronartë. Allahu për 10 vite apo 12 vite konkretisht i ka dhënë rezultat dhe sukses që ajo u ka blet gjithë pronën e 4 pronarëve që ka qenë qirak, ka qenë punëtor, ka qenë hamal, ka qenë bartës. Allahu për shkak sinqeritetit dhe besnikërisë të madhe dhe përkushtimit në punën që e ka pas ndaj tyre, 4 pronarëve u ka bleje kompanitë dhe ajo është funksional, do të thotë ajo është pronar i 4 kompanive. Përveç kompanive, edhe pronat ose patunshmëria ka bler komplet. Gjithë ato 4 firma kanë falimentuar. Arsyeja se te ata pronart e atij punëtori nuk kanë qenë të drejtë. Ata e kanë llogaritur si rob, si slav. Ata e kanë nënçmuar vazhdimisht dhe vazhdimisht nuk ja kanë dhënë hakun. Çka është nuk ja kanë dhënë hakun? Marrëveshjen që e kanë bërë reciproke, shef dhe punëtor, thot profeti jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, epja hakun punëtorit para se ti thahet djersa. Kuptimi është metaforik, se ti mundesh të bësh marrëveshje, të mapish ushqim, të mapish këtë, mapish atë. Ti ndoshta punon 1 muaj, nuk do të thotë që në mbrëmje ta marrish moditjen tënde. Marrëveshjen e kam në 30 ditë, 30 ditë, 26 ditë punë efektive, nga 8 orë e kam pagën kaq. Mirë po, ai edhe këtë nuk ja ka dhënë hakun atij, pastaj Allahu për shkak padrejtësisë që e ka bën ndaj punëtorit, Allahu i ka dhënë bereqet atij dhe i ka thonë sukses. Edhe pse menaxhimi ose ai nuk është njëri për shembull i shkolluar në aspektin ekonomik, nuk ka të mbaruar ndonjë shkollë adekuate për biznes,
Mirë po, për shkak sinqeritetit dhe drejtësisë dhe emanetin që ka pas ndaj pronarëve, Allahu ja u ka marrë rizkun, ja u ka marrë bereqetin e tyre, ja u ka dhënë këtynve. Prandaj përsëris disa herë, kodi i suksesit në biznes është sinqeriteti dhe drejtësia. Gjithë të tjerat janë shkaqe dhe sebepe. Disiplina në orar të punës, toleranca, mirësjellja, kuptimi i mirë ndaj punëtorit, mëshira e jote është do të thotë prej parimeve të fesë. Tregon Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili ka shërbyer njeriu krijesën më të dashur të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E ka shërbyer 10 vite me radhë. Edhe vetë tregon, thotë kam shërbyer pejgamberin sallallahu alaihi wasallam 10 vite me radhë, asnjëherë nuk e kam dëgjuar të thon pejgamberin of. Sa pronar sot thonë of. Dhe cilët janë arsyet e ofit? Sa pronar dyshojnë për shembull te punëtori i tij, për shkak mos disiplinës dhe reciprocitetit, mos sistemit të shëndosh në marrëveshje pune. Pse jep një detyrë dikujt që nuk mund ta mban? Pse ngarkon dikant që nuk mund ta mban, kurse Zoti i Madh në Kur'an thot: La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Unë nuk e rënoj një njeri përveç atë sa mund të mbajsh. Atëherë ti dikujt duhet t'i japish punë atë sa mund ta mbaje. Atë sa mund ta mbaj. Mos e detyro dikant ta ban një punë çka është e ndaluar sipas parimeve të fejes. Ka pronar që e detyron punëtorin me bën një punë kundër dëshirës tij, kundër parimeve, po flas standardit islam. Janë dalë të falurin. Pastaj Zoti ja humb bereqetin këtij. A nuk e din se ndoshta ndonjëherë rezultat dhe bereqet i suksesit të pronarit është duaja e punëtorit. Nuk është aftësia e pronarit, po është toleranca dhe mirësjellja, se në kohë të namazit ti i thu falë namazin. Në kohë të adhurimit që është obligativ, mirë po mos ta keq përdori, shkojsh 2 orë të rish në xhami, në orar të punës, 15 minuta e fal namazin e drekës, e fali qindien, ose mëngjes sabahun kur do ta falish. Prandaj mos bën hile, e ke marr emanet punën, edhe puna është emanet. Prandaj edhe ai që jep, edhe ai që merr është punë te Zoti, por duhet me qenë standard sinqeriteti, drejtësisë dhe hallallit. Se ka biznes e cila i thën kriteret ose është në kundërshtim me parimet e besimit. Ndesh ti si punëdhënës, ndesh ai si punëmarrës. Prandaj reciprociteti punëtor dhe shef duhet të jetë në bashkëpunim, në vepra të mira dhe largim nga urrëtia dhe senet që i ndalon Allahu dhe profeti. Ju përmendët një detaj të emigracionit. Kam lexuar për episode të ndryshme në lidhje me atë që besimtari nga që ka obligime dhe atje koha është e kronometruar dhe e llogaritur si kapital, ka vlerën e vet, ka çmimin e vet, të kompensimit të minutave të harxhimit me një obligim fetar, siç është namazi, duke ndetur në punë edhe pak minuta, pra duke dhënë maksimumin, duke dhënë të plot atë produktin në bazë të kohës së punës. Janë këto sfidat, pra si duhet, kur bëhet fjalë për musliman, si duhet i qasen, sepse ka për atyre që mund të tolerojnë, mund të quajnë të parëndësishme, vinë nga një kulturë tjetër, si mund të jetë kultura vetë në tyre, ku minutit me fjalë nuk kanë asnjë lloj vlere, nuk kanë orët, jo më minutat. Pra, në emër të ndërgjegjës fetare, si duhet të jenë rregullat? Do ta tregoj vetëm një ndodhi, pastaj do ta argumentoj këtë. Ibrahim Ethemi me një njeri kanë shkuar dhe kanë punu. Edhe në mbrëmje e marrin moditjen që kanë pas me marr, duke e respektu punëdhënësi marrëveshjen. Edhe fillun të ngranin darkë, edhe i thot, fillon me çajt Ibrahim Ethemi, thot, pse po çan? Thot, na elhamdulillah, thot, e murëm hakun nga pronari. Fillon Ibrahim Ethemi, thot, ne e murëm hakun, pa thu vallë e dham hakun të drejtën. A e dham hakin e punës. Ndesh në Gjermani, në Evropë, ndesh këtu, ndesh te një mosbesimtar që punon, mbi të gjithash ti e ke të drejtën edhe duhet të bësh marrëveshje të krysh obligimin fundamental, siç është kryerja e namazit, nuk ka arsye tim. Prandaj në çdo orar të punës dikun ka orar të pauzës. Atëherë shfrytëzoj momentin, fale farzin e namazit. Po dhe i tregon se unë përkas kësaj feje që besoj në njëshmërinë e Zotit dhe kam mbi të gjithash, para se me pas obligim punën e dynjas për me kry, e kam obligim me kry obligimin karshi krijuesit tem që më ka dhënë shëndet dhe mirësi. Duhet jetë pjesë e marrëveshjes. Duhet jetë pjesë e marrëveshjes. Jo të bën hile, ose nëse nuk e lë mangut punën, detyrën që e ka marrë dhe të bëhet shkak adhurimi, atëherë tani unë do të bëj një pyetje që ndoshta mund të ta kisha bërë dhe në
rrethana private, po e bëjnë këtu studio. Në një marrëdhënie pune, unë përgjithsisht gjitha marrëdhëniet e punës nuk kam pasur problem me obligimet fetare, nuk ka pasur asnjë problem, po kam qelluar para shumë vitesh në një vend pune, faktikisht që ma merrte të gjithë kohën, ma merrte pothuajse të gjithë kohën, punë e vështirë që më shkaktonte probleme, si më thënë, menjëherë në obligime. Dhe problemin e kisha e konceptova që janë dy pronësi të tjetrit, është pronësia kohore dhe pronësia fizike. Pra është prona tjetrit dhe kërkova mirë kuptim nga pronari. Sigurisht i dha lehtësisht të dyja. Si kam vepruar në këtë rast, sepse bëhet fjalë, unë e kuptova kështu që edhe kjo pronë, ku do ta kryej obligimin, normalisht është prona ati dhe ndoshta ai nuk ka dëshirë që në pronën e vet kryet një obligim fetar. Njëkohësisht është dhe prona kohore, sepse unë do ta kryej këtë obligim në një pronë që ai mua më di në punë duke dhënë produktin. Si vepron ti në rast? Drejtësia, do të thotë në këtë rast ti duhet të jesh i drejtë. Kuptimi i fjalës, çka është definicioni i fjalës drejtësi? Drejtësia është fjala dhe puna të jetë në kohën dhe në vendin e duhur. Një prej definicioneve, fjala dhe puna të jetë në vendin e duhur. Prandaj ti duhet ta krysh, drejtësia është karshi krijuesit tënd. Obligimin me kry karshi Zotit. Pastaj drejtësia karshi atij që e ke marr. Pastaj drejtësia karshi vetvetit. Prandaj unë mendoj se në hadithi i pejgamberit sa na sqaron shumë mirë, besimtari kur të bën marrëveshjen duhet të respekton. Edhe mbi të gjithash, këtu nuk duhet ti të veprosh në hamendjen tënde. Jo, thash unë nuk pata asnjë lloj problemi, absolutisht. E pash si është situata dhe ju drejtova gojarisht, thash me këtë situatë duhet ta zgjidhim këtë çështje, thash më lejon që unë ta kryej obligimin tim, jo vetëm që po menjëherë tha çfarë do ndonjë gjë tjetër që mund të të mungoj dhe ke droje të më thuaj shpejt e shpejt. Jo, i thash vetëm këto gjëra. Në rregull, tha vazhdo. Nuk pata ndonjë problem, po e bëra e solla si shembull. Ne kemi shumë shembuj që nuk i përkatin fesë islame, punëdhënësi dhe punëmarrësi është musliman dhe ka kërku këtë. Përkundrazi e ka respektuar shumë më shumë se njeri atë i cilin e respekton krijuesin e tij. Për shkak se besimi është kapitali më i madh. Krejt të tjerat janë vinë pastaj. Do të njishi është lidhja me krijuesin tënd. Edhe risku, edhe bereqeti është dhunti e Zotit. Zoti kujt do t'i jep dhe sa do t'i jep. Por parimi është drejtësia që mos t'i bësh pa drejtësi as besimtarit e as jo besimtarit. Nëse ke lidh marrëveshje me jo besimtarin, duhet ta respektosh marrëveshjen deri në fund, pa i thyer kriteret dhe standardet e Islamit. Burim, ju në shkruani kontrata apo e keni marrëveshje gojore? Si veproni në këtë rast? Tjetër, ne veprojmë sipas ligjeve në fuqi të Republikës së Kosovës. I kemi kontratat, është forma kontratës. Në kontratë duhet të respektohesh çdo gjë, ka 18 ditë gjatë vitit pushim, e ka orarin e punës 8 orë, këtu ka një përjashtim, sepse në 8 orë ka një orë pushim, faktikisht punojnë 7 orë. Ajo është, domethënë, një punë më mirë, po ka rast kur punojnë pak më gjatë se sa që duhet, dhe këtu bëhet ai balanci, domethënë, i asaj orës që për çdo ditë kanë mungu. Pa tjetër se duhet bëhet kontratë dhe ka rast që kontratat jetë pak më veçantë për vendet e caktuara të punës, ku duhet të respektoj përveç atyne normave normale të cekura në kontratë ka edhe normat e tjera të cilat duhet pa tjetër në mënyrë të shkruar së paku edhe gojarisht të kontraktuar. Shumë mirë, shumë mirë. A mund na tregoni episode të veçanta nga gjithë kjo përvojë e juaja si pronar, si epror i një numri varësish, pra që të kanë ngelur, të kanë lënë impresionet veçanta të cilat ju mund t'i rrëfeni edhe në ambiente të ndryshme shoqërore, siç është e natyrshme në jetën e njeriu që të rrëfen histori nga jeta e tij që i kanë lënë mbresa. Që sigurisht kanë të bëjnë pikërisht me këtë raportin pak delikat midis eprorit dhe varësit. Po ka shumë ngjarje, ne punojmë nga viti 92 dhe ka pas shumë sfida. Ka ndoshta edhe punëtorë që kanë punuar në kompaninë tonë e unë nuk i njoh që kanë punuar. Kam pas rast të takoj njeri që thotë kanë punuar të ju, ka ardhur momenti që menzi jam kujtuar kur ka punuar, si ka punuar, se vitet e bëjnë të vetën. Mirë po, raporti punëtor, punëdhënës është raport delikat, i cili do për kujdesjen e vetë. Është sikur të themi një kopsht
që duhet vazhdimisht të ujtet, të përkujdeset njeriu për të qenë ashtu i bukur. Nëse nuk ka përkujdesje, kopshti prishet. Ka edhe keqkuptime, ka edhe ndoshta padrejtësi të pa paramenduara, të cilat bëhen me pahir. Nuk janë të arsyetueshme, edhe ato kur bëhen, domethënë pahiri, edhe ato nuk është në rregull të ndodhin për arsye se njeriu duhet të jetë syqel dhe vazhdimisht i përcjell të gjitha rrethonat në kompani. Mirë po, unë do të cekja atë relacionin tim kur kam qenë punëtor dhe kur jam bërë mandej pronar. Më të vërtet, unë jam bazuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem që ka thonë se ai njeri që është i sinqert si punëtor, njeriu Zoti Allahu xhaleshanu nuk do ta lejon kurrë që të vazhdojë të jetë punëtor, do ta shndrojnë pronar. Dhe kjo më është realizuar. Domethënë ka qenë ajo që më është bërë realitet. Jam munduar maksimum të jem sa më i sinqert, sa më i mirë, sa më i përpik të mos të dëmtoj as pak punëdhënësin tim që t'jem më i mirë sa i vetë që e bën punën dhe më është realizuar. E dyta, duhet ta cek kur e kam lexuar hadithin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem se kur thotë se kushtot për një punë të vogël, sa do vogël që tjetë elhamdulillah, e mira nga ajo punë nuk do t'i ndërpritet kurrë, dhe unë ato e kam zbatuar në praktikë dhe më të vërtet Allahu xhaleshanu nuk mi ka munguar të mirat. Gjithmonë mi ka shtuar. Unë gjithë mendoj se kam dobësi se nuk jam falenderuar mjaft sa duhet falenderohem shumë ma shumë. Shpresoj që punëtorët e mi të veprojnë njëjtë dhe një ditë çdo njëri prej tyre të bëhet pronar. Ka disa prej tyre që janë bërë pronar. Unë asnjëherë nuk e kam ndaluar dikant që të shkoj jashtë kompanisë. Punëtorin më të mirë që e kam pas, e kam ndihmuar financiarisht ta lëshoj punën në kompaninë time dhe të shkoj të punësohet në Itali. Sot punon si kompani ndërtimore në Düsseldorf të Gjermanisë, afër Düsseldorfit aty me një qytet, që s'po më kujtohet qyteti për momentin, po tani është ai pronar. Ai domethënë merr tendere, ekzekuton punë, ka punëtor, punon në mënyrë shumë suksesshme. Unë atë e kam financuar, edhe e kam porositur, edhe i kam treguar se çka do të thotë kur të bëhet pronar që mos t'i keq kupton gjërat. Edhe ato që ja kam thënë kanë qenë shumë karakteristike që i kanë shërbyer. Po duhet pak më shumë ta informoj dëgjuesin në detalet se ai ka qenë punëtor edhe nuk ka qenë me gjendje të mirë materiale. Tek ne kur dikush se ka gjendjen e mirë materiale, ka shumë miq. E kom thonë prej gjërave të para ka më qenë që ti keme i humb miq, keme pas më pak miq se që ke tani. Edhe nga momenti që ti do të del në Itali, se ai ka shkuar fillimisht në Itali, nga ai moment ti ai djali i mirë që ka qenë vdes. Ti tani ke më shndruar në një djalë që nuk është i mirë. Ai s'e ka ditë pse po i them. Mirë po kur ka shkuar atje e ka parë situatën çfarë ka ndodhur dhe kur është kthyer herën e parë ka ardhur drejtet e unë. Me më falenderue për ato gjërat që ja kam thonë se kanë qenë shumë të sakta, për ndryshe nuk do të kishte qenë në gjendje jo vetëm t'i kupton, po edhe t'i duron. Edhe t'i duron. Ka qenë në gjendje të vështirë, shpirtërore. Mirë po ato fjalët të cilat i ka marrë nga unë kanë qenë, si me thënë, si një farë bari që ja kanë lehtësuar të gjitha ato situatat, të gjitha ato gjendjet nëpër të cilat ka kaluar. Se nuk është lehtë të kalohet nga një gjendje në gjendje tjetër, nga punëtor në pronar. Ka ndryshim tërësisht të raporteve ndërnjerëzore, të raporteve farefisnore dhe normal se njeri unë e brejnë gjërat të ndryshme, paragjykimet të ndryshme, të cilat disa raporte i ndërtojnë e disa raporte i shkatrojnë. Dhe njeri do të jetë i gatshëm t'i pranoj ato raporte si tilla. Do ndalim edhe këto detaj. Pra ti që ke ballafaquar në një farë mënyrë me largimin e varësit. Po si e ke përjetuar se është edhe pak shqetësuese nëse të karakterizon një ndjeshmëri dhe një moral i lartë, fakti që ai po të ikën si përjetohet, sepse të duket sikur ikën nuk është i kënaqur. Jo,
Jo, ai ka ik nga unë se unë nuk kam qenë në gjenje ta paguaj aq sa kanë qenë kërkesat e tij, nevojat e tij dhe nuk dua askën ta pengoj. Pasi sikur unë të kisha qenë në vendin e tij, do të kisha vepruar njëjtë. Dhe unë i kam huazuar mjete, i kam dhënë para, edhe pse nuk kam qenë i sigurt se do të mi kthen ato parat, po i kam huazuar edhe nëse nuk mi kthen kur, vetëm le ta ndjek rrugën e jetës vetë. Pra ndarja, si me thënë, ka qenë me mirë kuptim të dy palëve dhe ka qenë... me mirë kuptim, absolut. Sepse ka edhe për atyre ndarjeve të dhimbshme, ku nuk kthehet më koka pas, ku ka fjalë të rënda që lihen pas në komunikim. Shumica punëtorëve që kanë lëshuar punën, jemi ndarë në mënyrë shumë të sinqertë, edhe jemi miq, jemi shok. Ka prej tyre që kanë lëshuar punën të unë, kanë shkuar, kanë punuar në Zvicër për disa vite dhe janë kthyer prapë. Punojnë prapë në kompani. Ju pëlqen më shumë këtu se që ka punuar në Zvicër. Dhe ajo më bën pak krenar për atë ndjenjën e atij kur e shpreh pranë punëtorëve, kur i thotë se ju se kuptoni me të vërtetë se këtu edhe pse paga në shikim të parë duket shumë e vogël, është shumë më bereqetshme kur përmendi Hoxha se ajo paga të cilën e fiton në Zvicër, se ti fiton shumë, harxhon shumë, përfundimisht ke kontribut shumë të madh për paranë që e fiton dhe në fund s'te ngelet asgjë. E këtu së paku e di se diçka ngelet edhe je në familjen tënde, je pranë rrethit tënd. Në kompaninë time për ndryshe e kanë edhe mëngjesin punëtorët, e kanë edhe drekën. Dhe pagën e marrin neto, domethënë. Ja u paguajmë të gjitha kontributet si kompani. Pagën e kanë neto. Edhe ato shtesat që i marrin, domethënë, nga kur se kam konsideruar se unë ja u jap pagën. E kam konsideruar se ata pagën e fitojnë vetë. Edhe është e tyrja, nuk është e imja. Nuk jem unë ai që atyre ju jap para, po ata janë që i fitojnë me djersën e tyre dhe i marrin hakun e tyre. Dhe mendoj se në bazë të rrethanave të cilat ne ndodhemi, janë paga solide. Edhe pse ndonjë punëtore ka pagën shumë më të madhe, sa 3 herë ndonjë tjetër, po ai e fiton, domethënë, është pjesë e punës atij, domethënë. Nuk duhet se ai punëtori dikush ta xhelozon pse ka pagën e madhe, pse e fiton, se punon shumë më shumë se 8 orë për ta fituar. Kështu që ky raporti në mes punëdhënësit dhe punëtorit nuk është i përkryer kurrë. Nuk mund të jetë i përkryer, se është i tillë. Sepse edhe njeriu nuk është i përkryer, po. Njeriu nuk është i përkryer, vetëm Allahu xhaleshanu është i përkryer. Ne nuk jemi të përkryer, edhe mund të lindin dyshime. Po predispozitën e kemi? Mirë, po gjoja më mirë është që çdo njeri që është në kompani, edhe ti ke besim, prapë duhet të ketë mekanizmat kontrollit. Kompania nuk funksionon pa mekanizmat kontrollues. Dhe çdo gjë duhet të jetë e kontrolluar. Nuk do mend se ekziston besimi ndërsjellë, po prapë kontrolli duhet të jetë mbi të gjithë kompaninë, por ndryshe mund të ketë lëshime shumë të mëdha dhe derisa ti e lejon të gjithë funksionojnë në besim, bëhet vonë. E qartë. Janë minutat e fundit. I nderuar Remzi, a kemi defekte nacionale në ndërtimin e këtij raporti, defekte nacionale? Për shembull, ju jeni në një farë mënyrë i shëtitur edhe për shkak të profesionit të dy statuseve, pra për shkak të qenurit Hoxh, ku her pas here ndodheni në komunitete besimtarësh kudo në për diaspor për të dhënë mësime fetare, por njëkohësisht edhe duke qenë biznesmen u thoni në shumë vende të botës dhe sigurisht merrni shumë përvoja. Dhe kur i ballafaqoni me vendin nga vini, ka ndonjë defekt të trashëguar, defekt nacional në këtë raport? Mentaliteti ballkanik ke fjalë. Mentaliteti ballkanik themi ndryshe. Do të thotë njerëzit kanë civilizime të ndryshme në botë dhe funksionojnë në bazë rrethanave që do të thotë që jetojnë. Prandaj unë vazhdimisht duhet m'ja u bë qartë edhe punëdhënësi, edhe punëmarrësi, me kuptu se punëmarrësi e ka limitin e punës më të kufizuar. Dhe me njoftë, do të thotë pozitën e vetë në punë që e ka, atë që ka e thëmë pak më herët. Ndërsa punëdhënësi apo shefi ka përgjegjësinë dhe rrezikun shumë më të madh. Tash kur të flasim për mentaliteti ballkanik, mentaliteti evropian apo aziatik, që ata nuk i përkasin fesë islame, për shembull në Azinë e largët, në Kinë atje, por ato kanë disiplinë të jetës. Kanë rregull dhe respektojnë rregullin e punës. Te ne shpesh herë
e ke shfrytëzojmë tolerancën e punëdhënësit. Ndonjëherë e shfrytëzojmë atë bujarien, atë mëshirën prandaj është shumë e rëndësishme me kuptu se puna është adhurim. Puna është emanet. Puna është barë që ti e ke marrë për ta kryer me ndershmëri dhe me dinjitet. Përderisa nuk e ndjen në këtë formë, atëherë nuk mundet me pas bereqet. Prandaj te ne duhet, cili është elementi që ty duhet më ta ngrit vetdijen, është ndërgjegja e shpirtit, se që kjo pasuri dhe që kjo vend pune është emaneti imi. Sot mund me qenë unë në këtë pozitë, nesër me dalë ti në këtë pozitën time. Amo kjo nuk arrihet pa 3 elemente: pa e njoft punën, pa e dasht dhe pa rrezikuar. Prandaj, rreziku i punëdhënësit nuk është i njëjtë sikur rreziku i punëtorit. Ai ka të limituar rrezikun. Shpesh herë punëtori vjen në punë, por e ban dertin e numrave të punëdhënësit. Se shpesh herë, për shembull, populli ankohet, hoq nuk ipët e drejta punëtorit, fol për hakin e punëtorit, po duhet të jetë reciprok, të flasin edhe për hakun e shefit, e punëdhënësit. Prandaj, zakonisht, ata që e mbjell atë do ta korrish, qofse ti je i drejtë dhe i sinqert me punëtorin, në shumë të në rasteve, edhe ai do të jetë i sinqert dhe i drejtë me ty. Nëse ti ke, do të thotë, nuk je i drejtë me punëtorin, ja ke hangur orarin, do të thotë pagën, nuk ja ke dhënë hakun punëtorit, e ke stërngarku me jashtë orarit punës dhe nuk e paguan jashtë orarit punës, atëherë ti ke bë padrejtësi dhe ai do të mundohet më të bëj padrejtësi. Prandaj kjo është reciproke. Më e mira është që ti ta vendosh një fshigjet me 2 teha, e ta futish në vetvete, edhe ta afrosh në gjoksin e tij. A të dhem ty po, edhe ati i dhem. Nëse ne nuk e mendojmë raportin punëtor dhe shef në këtë formë, është kot. Ajo që ka e ngrit vetdijen, me kry obligimin me ndershmëri, ndesh mentalitet ballkanik, ndesh aziatik, ndesh evropian, ne si besimtar që i takojmë Islamit, mbi të gjithësh duhet me ditë se kjo është emanet dhe barë, dhe ai që e çon emanetin vend dhe nuk e thën premtimin që e ka dhënë, ai është nga banorët e xhenetit. Transmeton Ubadet ibn Samit prej pejgamberit alayhis salam, i cili ka thënë, kush mi garanton 6 punë ja garantoj xhenetin. 3 të parat vetëm. Kur të flasish të vërtetën. Në biznes, dush edhe punëtor, edhe punëdhënës me thonë vetëm se të vërtetën. Kjo është kodi i suksesit. Pastaj e dyta, me quhe premtimin vend. Islami po na tregon në raportin se raporti shoqëror është me unë edhe ti premtimin e dhanë. Ti ma ke dhënë këtë premtim e çon vend. Unë ja kam dhënë dikujt dhe kjo është lidhshmëri shoqërore. Prandaj Islami e bën dertin e lidhjeve. Po çdo herë dynjaja ka pas shefa dhe çdo herë ka pas punëtor. Dhe kjo lëviz. Dhe e treta, garancë për xhenet është me emanetin vend. Që këtë punë e kam emanet pi Zotit, e kam emanet pi punëdhënësit, e kam emanet se me fuqi dhe me aftësinë që ma ka dhënë Zoti, unë e bëj këtë punë më së miri. Unë jam mjek, ta bëj punën me ndershmëri. Unë jam tregtar, ta kryj punën me sinqeritet. Unë jam bujk apo çoban i dhenve, atëherë ta kryj me ndershmëri dhe mos t'i çoj dhënt nëpër arat e huaja apo diçka tjetër. Idha amilta amalan, thot pejgamberi sa ose kur ta bësh një punë, bën e mirë. Ndesh punëtor, ndesh punëdhënës, ndesh ndonjë zanat tjetër e bën, me rëndësi është me qenë me këtu emanetin e Zotit në vend. Ishin minuta të shkëlqyera të një kënaqësie të veçantë, jo vetëm për mua personalisht, po për gjithë ata që na kanë ndjekur, për gjithë atë audiencë nga do që mund vjen që na kanë ndjekur në këtë bisedë më saktë juve, duke përçuar këto mesazhe kaq të pozitive për një marrëdhënie shumë delikate, vërtet siç e tham në fillim, por që mund të jetë gjithashtu një shkollë e madhe e gjithë llojit të marrëdhënieve njerëzore, sepse këtë po mendoja duke të dëgjuar i nderuar Burim, por dhe ju i nderuar Remzi, atë thash, nuk janë 2 përvoja njerëzore, po janë 2 shkolla që prej të cilave dolën në mësime të jashtëzakonshme për qenë ndaç punëdhënës të ndershëm dhe të drejtë, po ashtu dhe punëmarrës të tillë. Ju faleminderit që të dyve. Bashkë mirë takosh.